إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فلندريمت lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Gjelle Sha'nuhu, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet I dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së Tij të ndershme e të pastër, shokëve të Tij besnik dhe të gjithë atyre që ecin në rrugën e Tij I përmbahën sunnetit të Tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar musliman, e falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na mundësoi të takohemi në këtë vend dhe e lutim Allahun Azza wa Jall që të na mundësoi të kërkojmë dituri të dobishme prej së cilës do të kemi dobi në këtë botë, në jetën e kësaj bote, e padyshim edhe dobia e saj do të jetë prezente në botën e ardhshme ku do të dalim para Allahut Azza wa Jall. Hadithi I radhës, apo hadithi 3 të cilin do ta shpjegojmë, është me numrin rendor 10, pra hadithi 10 tek 40 hadithet e Imam Neveviut, të cilin e transmeton Ebu Hurejra radiallahu ta'ala anhu, ku thot, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Me të vërtet Allahu është I mirë dhe nuk e pranon vetëm të mirën. Wa inna Allaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Dhe me të vërtet Allahu I ka urdhëruar besimtarët me atë që I ka urdhëruar të dërguarit, pra pejgamberët. Faqala ta'ala, ja eyyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu saliha. Pra Allahu në surën Al-Mu'minun në ajetin 51 thot, o ju të dërguar, o ju pejgamber, hani prej të mirave dhe punoni mirë dhe veproni vepra të mira. Wa qala ta'ala, ja eyyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. O ju të cilët keni besuar, hani prej të mirave që ne ju furnizuam juve dhe falenderoni Allahun nëse jeni duke e adhuruar vetëm atë. Pra sura Al-Baqara, ajeti 172. Thumma, pra vazhdon Ebu Hurejra radiallahu anhu në transmetimin e hadithit dhe thot, thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila as-sama. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur një njeri I cili udhëton gjatë, flokët I ka të shpupuritura, I ka të pluhurosura me pluhur. Yamuddu yadayhi ila as-sama, I ngrit duart në qiell. Ja Rabbi, thot Zoti im, o Zoti im. Wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun, wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidhalik. Thot, po I ngrit duart lart në qiell dhe thot, o Zoti im,
kurse ushqimi i tij është haram, atë që e ka pirë është haram, e ka haram, rrobat që i ka veshur i ka të ndaluara pra haram dhe është ushqyer me haram. Prandaj thot në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lidhalik, dhe si ti pranohet atij duaja, si ti përgjigjet atij Allahu azza wa jall në lutjen e tij. Pra, siç kemi thënë edhe në fillim, gjëja e parë që do të ndalemi rreth këtij hadithi është të shohim se çfarë hadithi është ky, apo kush e transmeton këtë hadith. Vëllezër të nderuar, këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, në Kitabuz Zaka apo libri mbi zakatin, bab kapitulli qabulu sadaqati min al-kasb at-tayyib wa tarbiyatuha. Kapitulli pranimi i lëmoshës nga malli halal apo nga atë që ke fituar halal dhe shtimi i saj apo shumë fishimi i saj. Hadithi është me numër 2343. Po ashtu këtë hadith e shënon edhe Tirmidhiu në kapitullin Kitab Tafsirul Qur'ani ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pra në librin komentimi i Kur'anit nga ana të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, kapitulli wa min surati al-Baqara, pra prej surës al-Baqara, hadithi është me numër 2989. Po ashtu këtë hadith e shënon Imam Ahmedi në Musnedin e tij dhe Darimiu po ashtu. Çështja e dytë është transmetuesi. Pra transmetuesi i këtij hadithi është Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu, dhe për Ebu Hurajrën kemi folur në hadithin e parë, nëse ju kujtohet. Çështja e tretë është rëndësia e këtij hadithi. Pra të shohim se çfarë rëndësie ka ky hadith në jetën e muslimanëve. Në vëviu, në shpjegimin e këtij hadithi tek komentimi që i ka bërë Sahihu të Imam Muslimit thot: "Wa hadha al-hadithu ahadu al-ahadithi allati hiya qawaidu al-islam wa mabani'u al-ahkam." Thot dhe ky hadith është njëri prej haditheve që janë shtyllat e islamit dhe bazat e dispozitave. Pra po shohim se ky hadith është njëri prej haditheve të rëndësishme të islamit, prej të cilit burojnë dispozitat, rregullat e islamit. Dhe rëndësia, vëllezër të nderuar, rëndësia e këtij hadithit mund të vërehet qartë në atë se ky hadith shpihen në formimin e një shoqërie të shëndosh islame, nga se me praktikimin e këtij hadithi secili musliman apo secili person i një shoqërie islame do t'ja doj vëllai të vet atë që ja do vetvetes dhe e urren për atë që e urren për vetvete. Prandaj në praktikimin e këtij hadithi në mesin e shoqërisë islame do të mbizotëroj paqja, lumturia, respektimi i ndërsjellë dhe secili do të mundohet që të kënaqet me atë që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall, edhe nëse është e pakt. Secili do të mundohet të ushqehet prej halalit, prej të lejuarës, prej të mirës, edhe nëse është e pakt. Dhe nuk i lakmon atij që ka shumë pasuri, mirë po pasuria e tij është e përzier me haram. Pastaj çështja tjetër është shpjegimi i këtij hadithi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Pra në fillim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot inna Allaha tayyibun. Allahu është i mirë. Qadi Iyad thot at-tayyib ضد الخبيث. E mira pra është e kundërta e së keqës. Dhe nëse në këtë fjalë cilësohet pra me fjalën at-tayyib, cilësohet Allahu azza wa jall, thot me këtë fjalë është për qëllim se Allahu azza wa jall është i pastër prej çdo tëmete, prej çdo mangësie. Pra Allahu nuk ka tëmeta dhe nuk ka mangësi. E nëse me këtë fjalë, pra me fjalën at-tayyib, cilësohet një njeri, një person, atëherë do të thot kuptimin kjo fjalë e ka që ai person është i pastër prej moraleve dhe gjërave të këqija dhe është i zbukuruar me gjërat e kundërta të këtyre të këqive. Pra është i zbukuruar me moral të mirë, me karakter të mirë dhe të dalluar prej të tjerëve. E nëse me këtë fjalë thot është për qëllim pasuria, atëherë do të thot që ajo pasuri është halal dhe është prej pasurive më të mira. Pra këtë e thot Qadi Iyad kur e komenton këtë hadith të Imam Muslimit. Pra tek komentimi që i ka bërë Sahihu të Imam Muslimit. Pra kjo fjalë inna Allaha tayyib ka ardhur edhe në hadithin e Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna Allaha tayyibun yuhibbu at-tayyiba nadhifun yuhibbu an-nadhafata wa jawadun yuhibbu al-jud. Që do të thot Allahu është i mirë dhe e do të mirën, është i pastër dhe e do pastërtin, është bujar dhe e do bujarin. Dhe dietarët islam kanë thënë se në këtë hadith të Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu, fjala at-tayyib do të thot at-tahir, pra i pastër. I pastër prej çdo tëmete. Pra si që përmendëm edhe në fillim, Allahu azza wa jall, me këtë nënkuptohet se Allahu azza wa jall është i pastër prej çdo tëmete, prej çdo mangësie, është i përsosur. Vetëm Allahu azza wa jall, vetëm atij i takon el-kemal, përsosshmëria. Kurse njerëzit kanë mangësi, kanë dobësi, siç thot Allahu azza wa jall në Kur'an, wat-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat, ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Thot të mirat, qofshin fjalë apo gra, do të thënë rreth këtij ajeti dietarët kanë dy mendime, se për qëllim është me fjalën wat-tayyibat, fjalët e mira. E mendimi tjetër është se ka për qëllim femrat apo gratë e mira e të ndershme, janë për të ndershmit dhe të mirët. Wat-tayyibuna lit-tayyibat, dhe të mirët janë për të mirat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun, dhe ata janë të pastër për asaj që të tjerët thonë. Kurse fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wala yaqbalu illa tayyiba, dhe nuk e pranon Allahu vetëm të mirën, ka ardhur po ashtu janë transmetuar këto fjalë në hadithin e lemoshës sadakas, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot la yatasaddaqu ahadun bi sadaqatin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba. Thot dhe kur ndonjëri jep lëmosh prej mallit që ka fituar halal të mirë, e Allahu nuk e pranon vetëm të mirën. Për këtë arsye vëllezër të nderuar, e shohim se Imam Muslimi e ka shënuar këtë hadith në kapitullin, siç e tham më herët, pranimi i lëmoshës nga malli apo fitimi halal dhe shtimi i saj.
për arsye se kjo ka ndërlidhje, se Allahu Azza wa Jall nuk e pranon, dhe aty e përmend hadithin që e përmendëm tani, se Allahu Azza wa Jall kur ndonjëri jep lëmosh, Allahu Azza wa Jall pranon vetëm atë të mirën dhe e pranon me dorën e tij të djathtë, dhe ati ja shumë fyshon apo i arrit sikurse një njeri i cili ka bagëti dhe e rrit, do të thonë atë viçin, derisa Allahu Azza wa Jall atë lëmoshën e tij t'ja bëj sa një kodër apo sa një mal i madh. Po ashtu rreth kuptimit të këtyre fjalëve, pra të këtij hadithi për të cilin po flasim tani, disa dietar kanë thënë se kuptimi i tij është më i gjerë. Dhe kuptimi i tij kanë thënë është se Allahu Azza wa Jall nuk pranon prej punëve përveç ato që janë të mira, dhe të pastërta prej çdo gjëje që e prish një punë, si për shembull syefaqësia. Nëse njeriu për shembull e bën një punë sa për t'i thënë atij po e kryen atë punë. Për shembull jep lëmosh, e dim hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se zjarri do të ndizet me 3 persona. Apo në punën e tij ka dëshirë mu krenu, mu mbur. Pra Allahu Azza wa Jall nuk i pranon punët vetëm ato që janë të mira, të pastërta prej çdo gjëje që e prish atë punë. Po ashtu nuk i pranon edhe pasuritë që dhurohen përveç nëse janë të pastërta prej çdo gjëje, do të thonë prej harami. Pra, sipas këtij mendimi të këtyre dietarëve, fjala është se Allahu Azza wa Jall se këto fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i përfshin edhe fjalët, edhe veprat, edhe besimet. Pra Allahu Azza wa Jall nuk e pranon një besim, një i'tiqad që i thonë në gjuhën arabe, një bindje e cila nuk është e pastër, e cila nuk është ashtu siç e kishte pasur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij dhe gjeneratat të cilat kanë ardhur pas tyre. Po ashtu kanë thënë se në këto fjalë hyn edhe fjalët e Allahut Azza wa Jall ku thot: "Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyib, walau a'jabaka kathratu al-khabith." Në surën Al-Maida ajeti 100, ku Allahu Azza wa Jall thot: "Thuaj", i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thuaj, nuk është e barabartë e keqja me të mirën. E keqja kurse nuk mund të arrijë të mirën. Walau a'jabaka kathratul khabith. Edhe nëse të mahnit shumimi i të këqijave. Po vëllezër të nderuar, sot të këqijat na përfshin nga të gjitha anët. Ndoshta dikush do të mahnitet me të këqijat, ndoshta dikush e ka lakmi të keqen, nga se për të fituar në mënyrë jo të lejuar, pra në mënyrë të ndaluar, është shumë ma lehtë. Njeriu shumë shpejt mund të bëhet i pasur, mirë po edhe pse kjo dikush e ka lakmi, mirë po ajo nuk është e lejuar dhe duhet të largohemi prej asaj. Po ashtu Allahu Azza wa Jall fjalët i ka ndarë në të mira dhe në të këqija. Pra në Kur'an thot: "Daraballahu mathalan kalimatan tayyibatin ka shajaratin tayyibah." Allahu ka sjell shembull fjalën e mirë sikurse një pemë të mirë. "Wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabitha." Dhe shembulli i fjalës së keqe është sikurse shembulli i një pemë të keqe. Prandaj në këto fjalë hyn gjithçka, pra hyn prej fjalëve, veprave, besimeve, dhe Allahu Azza wa Jall besimtarët i ka quajtur me emrin tayyibin, pra të mirët. Kur thot në Kur'an: "Alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin." Thot atyre që melekët u marrin shpirtët që ishin të mirë, pra fjala është për besimtarët. Dhe e dim që në momentin e vdekjes, meleku i vdekjes i thot besimtarit: "O shpirti i mirë,
dil pej trupit të mirë. Më thonë, at-tayyib, e përdor fjalën at-tayyib, i mirë. Prandaj besimtari, muslimani, zemra e tij është e mirë, me atë që ka në zemër, pra me iman. Gjuha e tij është e mirë, me atë që e përmend, i bën dhikr Allahut Azza wa Jall, dhe gjymtyrat e trupit të tij janë të mira, me atë që punon e që janë pjesë të imanit, pra edhe veprat që janë pjesë të imanit, e që janë fryt i besimit dhe imanit. Po ashtu në këtë hadith, vëllezër të nderuar, Allahu Azza wa Jall na bën me dije, për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na bën me dije se Allahu Azza wa Jall nuk e pranon një vepër përveç nëse njeriu ushqehet me halal, me atë që ka të lejuar, dhe ngrënia e mallit haram apo të ndaluar e prish, e shkatërron një vepër, një punë, dhe pengon që ajo të pranohet tek Allahu Azza wa Jall. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që tha, me të vërtet Allahu është i mirë dhe nuk e pranon vetëm të mirën, përmendi dhe tha, me të vërtet Allahu i urdhëroi besimtarët me atë që i urdhëroi, yarhamukallah, me atë që i urdhëroi të dërguarit dhe tha, o ju të dërguar, hani prej të mirave dhe punoni vepra të mira. Pra, po ashtu u drejtohet besimtarëve dhe u thot, o ju të cilët keni besuar, hani prej të mirave që ne ju furnizuam juve, dhe falenderoni Allahun Azza wa Jall, nëse jeni duke adhuruar vetëm atë. Prandaj, prej kësaj kuptohet se sikurse që Allahu Azza wa Jall i urdhëroi pejgamberët të dërguarit të hanë prej të mirave dhe të punojnë vepra të mira, po ashtu Allahu Azza wa Jall i urdhëroi edhe besimtarët që të hanë prej të mirave dhe ta falenderojnë Allahun Azza wa Jall. Këtu, vëllezër të nderuar, është një dallim në shprehjen e Allahut Azza wa Jall. Atyre u tha wa'malu saliha, punoni të mirë, kurse besimtarëve u tha washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Tha, falenderoni Allahun nëse jeni duke e adhuruar vetëm atë. Ku është dallimi në shprehje? Apo cili është kuptimi, të them më mirë? Dietarët islam kanë thënë se falënderimi nuk do të thotë që vetëm të thuash ashukru lillah apo alhamdulillah, ta falenderosh Allahun, me thënë falënderimi qoftë vetëm Allahut. Lavdërimi takon vetëm Allahut. Nuk mjafton vetëm me fjalë. Mirë, po çfarë kërkohet prej besimtarit që atë ta vërtetoj edhe me vepër, me punë. Prandaj, nëse një besimtar e realizon dhe e arrin që falënderimin e tij ta bëj me punë, atëherë barazohet njëjtë. Domethënë vjen shprehja që pejgamberëve u thot punoni, pra hani prej të mirave dhe punoni punë të mira. Po ashtu besimtarëve u thot hani prej të mirave dhe falenderoni Allahun. Dhe padyshim që falënderimi Allahut Azza wa Jall bëhet jo vetëm me fjalë, mirë po edhe me vepra. Prandaj me këtë realizohet që edhe besimtarët duhet të kryen vepra të mira. Prandaj, kryerja e veprave të mira, pra nëse dëshiron që një vepër e mirë të na pranohet tek Allahu Azza wa Jall, patjetër duhet që besimtari të ushqehet me mall halal, që ushqimi të jetë, që ushqimi i tij apo rrobat e tij të jenë të lejuara e jo të ndaluara, nga se do të shohim se prej gjërave që pengojnë pranimin e një lutje është që njeriu të ushqehet me haram, të veshet me haram. Prandaj kjo është kuptimi pra i fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
Dietarët islam vëllezër të nderuar kanë folur shumë kur është pyetje këtu malli halal apo malli haram, a pranohet një vepër nëse kryhet me mallin haram apo jo. Kanë folur për këtë çështje rreth haxhit. Po ashtu kanë folur edhe për namazin. Për shembull, një njeri i cili e kryen haxhin me pasuri të ndaluar, haram, apo e fal, për shembull, e fal namazin në një robë të cilën e ka vjedhur. Prandaj parashtrohet pyetja këtu, a i pranohet atij haxhi, apo me fjalë të tjera të them më mirë, a e ka shlyer, a e ka lar obligimin që e ka para Allahut Azza wa Jall nëse e kryen haxhin me mallin haram, apo a e ka kryer obligimin e faljes së namazit nëse e fal për shembull namazin me rroba të cilat i ka të vjedhur apo i ka haram. Dhe për ta kuptuar këtë, patjetër duhet të themi se pranimi apo el-qabul i fjalës el-qabul në gjuhën arabe nganjëherë mund të ketë për qëllim me fjalën el-qabul që të jetë i kënaqur Allahu me atë vepër, apo ta lavdëroj kryersin e asaj vepre, apo të lavdërohet dhe të mburret para melekëve me atë person. Nganjëherë fjala el-qabul apo pranim e ka këtë kuptim, do të thonë që Allahu të jetë razi i kënaqur me atë vepër, ta lavdëroj kryersin e asaj vepre dhe të mburret Allahu Azza wa Jall me atë njeri në prani të melekëve. Pra ky është kuptimi i parë. Kuptimi i dytë është që me fjalën el-qabul është për qëllim që të arrijë shpërblimin dhe sevapet. Dhe kuptimi i tretë është që prej ai personi lirohet nga obligimi. Do të thonë me fjalën el-qabul apo pranim e ka për qëllim se ai personi edhe nëse ka kryer haxhin ashtu apo nëse e ka falur namazin në atë mënyrë që e përmendëm më herët, ai do të thonë e ka prej atij do të thonë ka rënë obligimi, pra e ka kryer. Nëse këtu në këtë hadith është për qëllim kuptimi i parë, pra Allahu Azza wa Jall të mburret para melekëve me atë person, apo kuptimi i dytë që që ai person me atë vepër të arrijë sevape dhe shpërblime tek Allahu Azza wa Jall, nuk pengohet që prej personit, do të thonë të largohet obligueshmëria e asaj vepre, sikurse që ka ardhur në hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se robi i cili ikën prej zotërisë së vet, po ashtu gruaja e cila me të cilën burri është i hidhëruar, po ashtu ai i cili shkon te një falltor, po ashtu ai i cili e pin alkoolin, prej personave të tillë nuk pranohet namazi 40 ditë. Pra të gjitha së bashku kanë ardhur në një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sipas dietarëve islam, tek ky hadith për qëllim është mohimi i pranimit sipas kuptimit të parë dhe të dytë. Do të thonë nuk e arrin kënaqësinë e Allahut. Allahu nuk mburret me atë para melekëve dhe nuk ka sevape shpërblime. Mirë po vetëm prej atij largohet obligueshmëria e atij obligimi që ka kryer. Sikurse që thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Në fakt Allahu pranon vetëm për atyre të cilët janë të devotshëm. Pra, ata të cilët janë të devotshëm e arrin shkallën që Allahu Azza wa Jall të krenohet me ata para melekëve, të mburret me ata para melekëve dhe arrin shpërblime e sevape të mëdha tek Allahu Azza wa Jall. Kurse për sa i përket lëmoshës, ajo nuk pranohet prej mallit haram, siç ka ardhur në hadithin të cilin e transmeton Ibn Umeri radiallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë,
la yaqbalu Allahu salatan bighayri tahurin wala sadaqatan min ghulul. Thot se Allahu Azza wa Jall nuk e pranon namazin pa pastërti, do të thonë pa abdes, dhe nuk e pranon lëmoshën prej pasurisë haram të ndaluar. Po ashtu Ebu Hurajra transmeton hadithin të cilin e shënon Buhariu dhe Muslimi, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, që e përmendëm edhe më herët, ma tasaddaqa abdun bi sadaqatin min malin tayyibin wala yaqbalu Allahu illa at-tayyiba illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminihi. Thot, një rob që jep lëmosh prej mallit të mirë, prej pasurisë të mirë e halal, dhe Allahu nuk e pranon përveç të mirës, atëherë Allahu Azza wa Jall, pra i gjithëmëshirshmi, atë e merr me dorën e tij të djathtë. Për sa i përket pasurisë halal, për ta kuptuar këtë më mirë, at-tayyiba, do të thonë nëse ka për qëllim tek pasuria al-amwal, tek pasuria, ajo duhet t'i plotësoj dy kushte. E para, kushti i parë është që të jetë prej asaj që e ka lejuar Allahu Azza wa Jall. Dhe kushti i dytë është që të fitohet në mënyrë të lejuar sipas sheriatit. Për të kuptuar më mirë, po sjellim një shembull. Për shembull, një njeri e ka gjetur një dele të ngordhur. Pastaj e ka prerë dhe e ka ngrënë atë. Kjo është ndaluar për arsye se çoftira apo ngordhësira në vetvete është ndaluar. Allahu e ka ndaluar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar. Pra, duhet të jetë në vetvete që Allahu Azza wa Jall e ka lejuar. Kurse kushti i dytë, për të kuptuar kushtin e dytë, është për shembull një njeri e ka vjedhur një dele dhe e ka prerë sipas sheriatit, ka thonë bismillah, Allahu Ekber, ka therr krejt, mirë po përsëri para të është ndaluar, sepse nuk e ka fituar atë sipas rregullave të sheriatit të Islamit. Pra, mënyra se si e ka arritur deri tek ajo dele është ndaluar. Pra, nuk mjafton që ai ta therr sipas sheriatit, sipas normave dhe rregullave të sheriatit, mirë po në themel, në bazë, malli duhet të jetë i fituar sipas asaj që Allahu Azza wa Jall e ka përcaktuar në Islam. Pastaj, vëllezër të nderuar, dietarët Islam kanë thënë se lëmosha në mall haram është në dy mënyra. Është dy mënyra, do të thonë, për shembull, një person ka vjedhur një pasuri dhe dëshiron që atë pasuri me dhënë sadak, lëmosh. Kjo ka dy mënyra, kanë thënë dietarët Islam. Mënyra e parë është që ai person, për shembull, e ka vjedhur një pasuri, i ka vjedhur 10 euro dhe ato 10 euro i jep sadak, lëmosh për vetvete. E bën niyetin për vete. Pra ati personi nuk pranohet. Nuk është e pranuar tek Allahu Azza wa Jall lëmosha e tij. Po ashtu nuk pranohet edhe për pronarin e asaj pasurie, do të thonë për pronarin e vërtet, do të thonë prej atij personi që i ka vjedhur, sepse ai nuk ka pasur, veprës së tij nuk i ka paraprir niyeti, qëllim. Pra kjo është mënyra e parë e dhënjes së lëmoshës nga malli i ndaluar, pra nga pasuria e ndaluar apo haram. Kurse mënyra e dytë, vëllezër të nderuar, është që personi i cili, për shembull, që përmendëm, ka vjedhur 10 euro dhe pastaj nuk ka mundësi se si t'i kthej ato paret tek pronari i tyre i vërtet, apo tek trashëgimtarët e tij, atëherë e bën niyet që ato pare t'i dhuroj për pronarin e tyre të vërtet. Dhe dietarët Islam kanë thënë se kjo lëmosh
është e pranuar dhe sevapet apo shpërblimet i shkojnë para tek pronari i parave, domethënë jo tek ky që i ka vjedhur ato dhe që ka dhënë lëmosh. Po ashtu dietarët islam janë unanim rreth gjërave të gjetura. Për shembull, e gjen një kimik dhe dim se rregulla është që të pritet, domethënë një vit të tregohet i ka këto cilësi e këto të dilet, edhe në fund nuk gjendet pronari tyre, atëherë lejo që të jepet lëmosh për në emër të pronarit të tyre. E jo shembull që më ran ndërmend tani një shembull, një person i kishte gjetur një pasuri, domethënë që përmendën dietarët islam në për libra, kishte gjetur një pasuri dhe e kishte lakmi atë pasuri, për shembull e ka gjetë, domethënë, si të themi diçka në vlerë për 1000 euro dhe ka bërë dredhi, ka thënë ta shes shembull këtë vetur, për shembull e ka gjetur një vetur, thotë e shit atë vetur dhe mos e ka shit veturën për shembull 1000 euro, thotë o ju njerëz, thotë kam gjetur 1000 euro. Apo kuptoni? Do thonë nuk ka thënë kam gjetur veturën, mirë po ka thënë kam gjetur 1000 euro. Me qëllim që askush nuk lajmërohet që ka humbur 1000 euro. Dhe thotë masi të kaloj koha i marrë unë atë në xhep. Do të thonë tregojmë për një njeri që kishte bërë këtë dredhi. Fundi hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safara, pastaj e ka përmendur një njeri i cili udhëton gjatë. Dietarët islam kanë thënë se me këtë udhëtim është për qëllim udhëtimi në punët e mira, si për shembull udhëtimi për haxh, apo udhëtimi për ta vizituar ndonjë të dashur, ndonjë vëlla, ndonjë të afër, apo udhëtimi për të mbajtur lidhje farefisnore e kështu me radhë. Ash'ath akbar yamuddu yadayhi ila as-sama, më thon me flokë të shpufuritura, të pluhurosura, duke ngritur duart lart në qiell, thot o Zot, dhe deri në fund të hadithit. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon, na mëson në edukatat apo në rregullat e lutjes dhe të duas, dhe na mëson, na udhëzon në shkaqet të cilat rezultojnë që duaja apo lutja të pranohet, po ashtu na tregon për gjërat të cilat pengojnë që një lutje të pranohet tek Allahu Azza wa Jall. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith ka përmendur 4 gjëra të cilat nëse plotësohen, apo të them më mirë 4 gjëra që janë shkaqe për pranimin e një lutje, një duaje tek Allahu Azza wa Jall. Dhe shkaku i parë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend italatu safar, apo udhëtimi i gjatë. Edhe vëllezër të nderuar, edhe vet udhëtimi është shkak, jo që është përmendur në këtë hadith, mirë po është shkak i pranimit të duas, nga se ka ardhur në hadithin e Ebu Hurajrës, të cilin e shënon Ebu Davudi, Ibn Majah, Tirmidhiu, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë 3 da'watin mustajabat, 3 lutje janë të pranuara nga ana e Allahut, la shakka fihinna, nuk ka dyshim fare në to. Da'watul madhlumi, lutja e atij që është bërë pa drejtësi, wa da'watul musafiri, lutja e udhëtarit, wa da'watul walidi li waladihi, dhe lutja e prindit, babait për familjen e tij. Kurse tek Tirmidhiu kjo e fundit ka ardhur wa da'watul walidi ala waladihi, pra dhe lutja e prindit kundër djalit të tij, kundër familjes së tij. Prandaj sa herë që njeriu është në udhëtim, ai është më afër që t'i pranohet
lutja e tij, për arsye se nepsi i tij kalitet, e ndjen vetën si të dobët, e ndjen vetën se ka nevojë për Allahun. Pastaj vet udhëtimi, siç ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është qit'atun min al-adhab, është pjesë prej azabit, dënimit, vështirësitë e udhëtimit. Të gjitha këto e bën që njeriu të jetë më i sinqert në lutjen e tij dhe Allahu azza wa jall t'ia pranoj lutjen dhe duan e tij. Shkaku tjetër që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith është për ulja në veshje dhe mënyra se si u përmend me flok të shpupuritura dhe të pluhurosura. Dhe kjo padyshim është prej shkaqeve të pranimit të duas, sikurse që është transmetuar në hadithin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Rubba ash'ath aghbar dhi timraini madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Thot ka njerëz të cilët janë me flok të shpupuritura, të pluhurosura, i kanë dy rrobe të grisura e të vjetra, madfu'un bil abwabi, do më thanë është i detyruar që të kërkoj të trokas në përdyer, do më thënë të kërkoj lëmosh, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Thot sikur të betohej në Allahun, për Allahun do ta bëj këtë, Allahu la abarra, Allahu do t'ja pranonte atij. Pra kjo është prej shkaqeve të pranimit të duas, dhe e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur doli të lutej për shi, do të thonë me fal namazin e istisqas, të lutjen për rënjën e shiut, ka dal në formë shumë modest, i përgjëruar me rroba të thjeshta. Pra, ky është shkaku i dytë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur në këtë hadith. Shkaku i tretë, vëllezër të nderuar, është ngritja e duarve në qiell. Dhe kjo është prej rregullave të lutjes me anë të së cilës pranohet lutja tek Allahu azza wa jall. Dhe hadithi të cilën e transmeton Salman al-Farisi radiallahu ta'ala anhu, se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha hayyun karimun yastahyi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatayn." Që do të thotë, me të vërtet Allahu është i turpërueshëm, fisnik, turpërohet kur njeriu i ngrit duart tek ai që t'i kthej ato të zbrazëta dhe pa shpresa. Hadithin e shënon Imam Ahmedi, Abu Davudi, Tirmidhiu dhe Ibn Majah. Dhe e dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur lutej në namazin e istisqas, pra për rënjen e shiut, i ngriste aq shumë duart e tij sa që i shiheshin të bardhat e nën sqetullave të tij. Po ashtu i kishte ngritur duart e tij ditën e betejës së Bedrit, sa që i ka rënë ajo rroba që kishte nga shpatullat e tij. Nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë transmetuar disa forma të ngritjes së duarve. Pra, kur bën njeriu dua dhe i lutet, i ngrit duart dhe i lutet Allahu azza wa jall, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë transmetuar disa forma të ndryshme. E para është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë shenjë me gishtin e tij tregues. Dhe këtë dietarët islam dhe transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam zakonisht e bënte në hutbe, pra kur mbante ligjëratën e xumas. Prej formave të tjera është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
kur i ngriste duart, më thonë këto anët e duarve i kthente ka kibleja. Kështu, kurse shuplakët i kthente ka fytyra e tij dhe vetë kthehej ka kibleja. Dhe kjo form apo mënyrë e ngritjes së duarve nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po ashtu është transmetuar në lutjen për rënjen e shiut. Dhe disa prej selefëve kanë përmendur se ngritja e duarve në këtë mënyrë është përgjerim apo tadarru, do të thonë kur njeriu i përgjerohet Allahut azza wa jall. Forma tjetër apo mënyra tjetër është e kundërta me këtë. Thonë në këtë mënyrë. Kjo është transmetuar po ashtu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në istisqa apo në faljen e namazit të istisqas për rënjen e shiut. E disa kanë thënë se ngritja e duarve në këtë formë, në këtë mënyrë, është kur njeriu kërkon mbrojtje dhe ndihmë nga ana e Allahut azza wa jall. Pra gjatë bërjes së duas, kur vin momenti kërkon mbrojtje dhe ndihmë prej Allahut azza wa jall, i kthen duart në atë mënyrë. Prej mënyrave tjera është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte ngritur duart e tij në këtë mënyrë. Shuplakat i kishte ka qielli, kurse këto ka tokë. Do të thonë ana e brendshme e duarve e shuplaka ka qielli dhe dietarët kanë thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte ngritur duart në këtë mënyrë kur kërkonte diçka prej Allahut azza wa jall. Pra kur kërkonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka nga ana e Allahut azza wa jall, i ngriste duart në këtë mënyrë. Po ashtu është transmetuar edhe forma tjetër dhe ajo është e kundërta me këtë. Do të thonë në këtë mënyrë shuplakat kthehen për tokë. Ndoshta për dikant janë të panjohura, mirë po kjo është që dietarët islami kanë përmendur në librat e tyre dhe i përmendin për secilën përmendin argumentin. Bile për këtë të fundit hadithi është në Sahihun e Muslimit nga Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur për rënjen e shiut dhe është lutur në këtë mënyrë. Pra, ndoshta këto forma janë të panjohura në vendin tonë dhe për neve. Shkaku i katër që e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me këtë e përfundojmë, është se insistimi apo kërkimi dhe përsëritja e lutjes duke përmendur fjalën Rabb, që do të thotë për rububia, do të thonë siç e dini tauhidi që ndahet në 3 forma dhe fjala Rabb është për rububia. Dhe kjo është prej gjërave më madhështore me anë të së cilës arrihet pranimi i duas. Nga se e dim hadithin e Aishës radiallahu anha, e cila thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha qala al-'abdu ya rabbi arba'an, qala Allahu labbayka 'abdi sal tu'tah." Ka thënë kur të thot o robi ja rabbi, o zoti im 4 herë, atëherë Allahu i thot të përgjigjem o robi im, kërko çfarë të duash, unë të jap ty. Dhe po ashtu është transmetuar nga Ebu Darda dhe Ibn Abbas radiallahu anhum se ata të dy thonin se Ismullahil Akbar Rabbi Rabbi, se emri më i madh, do të thonë emri më i madh i Allahut azza wa jall është emri Rabbi Rabbi. Dhe nëse shikojmë duat dhe lutjet që janë përmendur në Kur'an, do të shohim se të gjithat janë në këtë formë. Këtu e përfundojmë, e lutim Allahun azza wa jall që na bëj për atyre prej të cilëve pranohen lutjet e tyre dhe të na ruaj prej gjërave të ndaluara, qoftë ushqimi, apo veshja, apo pirja, dhe e lutim Allahun azza wa jall që të na bëj dobi me diturinë me të cilën e mësojmë në rrugën e tij, dhe inshallah në javën e ardhshme do të vazhdojmë në shpjegimin e këtij hadithi dhe në dobit e këtij hadithi, të cilat janë bukur të shumta, inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Falënderimet I takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet qofshin për të dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër e të ndershme, shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ecin në rrugën e tij I përmbahen sunetit e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar, kemi mbetur së bashku në orën e kaluar apo javën e kaluar duke shpjeguar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e transmeton nga ai Ebu Huraira radiallahu anhu, ku I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot: Inna Allaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Pra hadithi të cilin veç e dini kuptimin e tij dhe në fund të ligjëratës apo të shpjegimit ton kemi arritur dhe kemi përmendur shkaqet e pranimit të duas të cilat I ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, dhe kemi thënë se ato janë 4 në këtë hadith që I përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra udhëtimi I gjatë, forma e veshjes që ka ardhur, më thënë veshja modeste apo dukja modeste e atij I cili lutet. Shkaku I tretë është ngritja e duarve lart gjatë momentit së bërjes së duas, dhe e katërta është që ti lutesh Allahut azza wa jall dhe të insistosh, pra ti përsërisësh fjalët, në veçanti me fjalët ja Rabbi, dhe kem thënë se kjo është formë të cilën Allahu azza wa jall e ka shpallur në Kur'an. Dhe nëse e shikojmë në Kur'an do të shohim se të gjitha ajetet apo shumica e ajeteve të cilat në vete përmbajnë lutje apo dua fillojnë me Rabbana. Për shembull, Rabbana atina fid dunya hasana, apo Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Pra fundi I surës Ali Imran. Pra dhe kem thënë hadithin e Aishës radiallahu anha, e cila transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: idha qala al-abdu ya rabbi arba'an qala Allahu labbaika abdi sal tu'ta. Se nëse robi thot 4 herë o Zot, atëherë Allahu I thot të përgjigjem robi im, kërko çfarë të duash unë të jap ty. Po ashtu ata ka thënë, cili ka qenë tabi'i dhe nxënësi Ibn Abbasit radiallahu anhuma, ka thënë: ma qala abdun ya rabbi 3 marratin illa nadhara Allahu ilayhi. Pra nëse robi thot 3 herë ya rabbi, Allahu e shikon atë. Nëse vëllezër të nderuar, për vlerën e lutjes dhe të duas, nëse e hapim Kur'anin dhe shikojmë fillimin dhe mbarimin e Kur'anit, do të shohim sekretet të cilat
na bëjnë të çuditemi se Allahu Azza wa Jall e hapi librin e tij me lutje, me dua. Pra sura Al-Fatiha, kur fillon dhe e lexojmë Kur'anin, kur them Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, pra kjo është dua që në gjuhën arabe i thon duau thana, apo lutja falëndëruese. Pra këto fjalë në vete përmbajnë lutje që është në formë falëndëruese. Pastaj vazhdon lloji tjetër i duas, që është duau mas'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Pra lutja që kërkon diçka, apo me anë të së cilës kërkon prej Allahut Azza wa Jall. Po ashtu e shohim se Allahu Azza wa Jall e përfundoi apo e mbylli librin e tij me dy sura, Qul a'udhu bi rabbil falaq dhe Qul a'udhu bi rabbin nas, të cilat janë dua u mas'ala, pra kërkon lutje që kërkon prej Allahut Azza wa Jall, të cilat në vete përmbajnë edhe dua u thana, apo lutja falëndëruese. Po ashtu ka shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat na nxisin që të bëjmë dua dhe të kërkojmë Allahut Azza wa Jall, pra të bëjmë lutje vetëm atij. Si për shembull hadithin nga Abu Huraira radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Laysa shay'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a." Thot nuk ka diçka më fisnike tek Allahu se sa duaja apo lutja. Po ashtu hadithi tjetër të cilin e transmeton Ibn Abbas radiallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Afdalul ibada ad-du'a." Se adhurimi më i mirë, më i vlefshëm është duaja apo lutja. Edhe shumë hadithe të tjera të cilat flasin për vlerën dhe fadiletin e duas. Ibn Qayyim al-Jawziyja rahimahullahu ta'ala përmend se të gjitha kushtet që i përmendëm disa, ne që i përmendëm, do të thonë që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, të gjitha kushtet, rregullat, edukatat e duas, thot Allahu Azza wa Jall i ka përfshirë në këto fjalët të surës Al-A'raf, në ajetin 55 dhe 56, ku thot: "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya." Thot luteni Allahun apo Zotin tuaj të përulur dhe në heshtje, innahu la yuhibbul mu'tadin, nga se ai Allahu nuk i don ata që e teprojnë. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, thot dhe mos bëni çrregullime në tokë pas rregullimit të saj. Wad'uhu khawfan wa tama'a, thot dhe luteni atë duke pasur frikë dhe shpresë tek Allahu Azza wa Jall. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, nga se mëshira e Allahut është afër besimtarëve. Prandaj duhet të shfrytëzojmë vendet apo kohrat, momentet gjatë të cilave për vlerën e tyre ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjatë të cila kohrave apo kur ndodhim në ato vende, Allahu Azza wa Jall pranon lutjen dhe të shfrytëzojmë ato përderisa kemi mundësi në këtë botë, dhe nuk do të ndalim që t'i numëroj, domethënë kohrat e vlefshme apo vendet e bekuara në të cilat Allahu Azza wa Jall i pranon lutjet e robërve të vet. Mirë po dëshiroj t'i përmendi vetëm dy hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte dëgjuar një njeri e që në vete përmbajnë emrin më të madh të Allahut Azza wa Jall. Pra transmeton Abdullah ibn Burejda nga baba i tij radiallahu anhu, i cili thot: "Sami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u", se i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte dëgjuar një njeri duke u lutur: "Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu alladhi la ilaha illa ant,
thot Zoti im, unë të lutem ty se unë dëshmoj që ti je Allah që nuk ka Zot tjetër përveç teje. El-Ahadu Samad, je vetëm një dhe të gjitha krijesat të drejtohen ty. Alladhi lam yalid wa lam yulad, i cili thot as nuk ka lindur e as që është i lindur. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dhe nuk ka thot shok që është i barabart me të. E atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i dëgjoi këto fjalë tha: "Walladhi nafsi biyadihi laqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam alladhi idha du'a bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta." Thot pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, e ka lutur Allahun thot me emrin e tij më të madh, me të cilin kur lutet përgjigjet apo e pranon lutjen, duan, dhe kur kërkohet prej atij me atë, do të thonë me atë emër, atëherë Allahu Azza wa Jall i jep. Prandaj është një dua shumë e shkurt, e cila në vete e përmban surën, do të thonë surën Kul huwallahu ahad, pra suratul Ikhlas. Dhe secili prej neve, vëllezër të nderuar, ta mësoj këtë dua, këtë lutje. Në veçanti në momentet kur është duke e falur, do të thonë natën, nëse fal namaz të natës, apo le ta praktikoj çdo herë kur e fal namazin e vitrit para se të flej, apo kur ngritet natën që ta fal namazin e vitrit, kur është në sejdë, në momentet kur është më së afër Allahut Azza wa Jall, le ta praktikoj secili prej neve këtë dua, këtë lutje, se Allahu Azza wa Jall padyshim do t'ja pranoj lutjen e tij. Po ashtu është hadithi i Enesit radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte dëgjuar një njeri tjetër duke u lutur dhe duke thënë: Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Thot o Zoti im, thot ty po të lutem se vetëm ty të takon falënderimi. La ilaha illa antal mannan. Thot nuk ka Zot tjetër përveç teje që jep, dhuron. Badi'u samawati wal ard, krijues i qiejve dhe i tokës. Dhe badi'a samawati wal ard, do të thonë krijues i qiejve dhe i tokës. Dhe al-jalali wal ikram, do të thonë lartëmadhëria, fisnikëria, do të thonë i takon vetëm Allahut. Ja hayyu ya qayyum, o i gjallë, o i plot fuqishëm. E atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: faqad sa'ala Allah bismihi al-a'zam. Thot e ka lutur Allahun Azza wa Jall me emrin e tij më të madh. Dhe padyshim vëllezër të nderuar, siç ka përmendur Ibn Qayyim al-Jauziyja rahimahullahu ta'ala, se lutja më e mirë, duaja më e mirë që e bën besimtari, robi Allahut Azza wa Jall në këtë botë, është që t'i kërkojë ndihmë Allahut Azza wa Jall, që Allahu t'i ndihmoj atij të veproj ato punë dhe fjalë të cilat e kënaqin Allahun Azza wa Jall, siç e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu, ku i thot: ja Muadh, wallahi inni la uhibbuk. O Muadh, thot për Allahun unë të dua ty. Shikoni vëllezër, çfarë metode pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si e filloi këshillën e tij. Të marrim mësim prej kësaj këshille shumë e shkurtër. Dhe kur e këshillojmë dikënd, ndoshta nuk mund të ndikojmë tek ai, në veçanti kur kemi probleme në familje. Secili prej neve ka probleme në familje. Ndoshta ke ndonjë vëlla apo ndonjë motër, më i madh apo më i vogël, nuk të dëgjojnë. Kemi raste i flet dikush dikujt për namaz, nuk falet. Mirë po, shikoni se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e filloi këtë këshillë. Dhe vëlla kur e këshillon dikënd, praktikoje këtë metodë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thuaj atij: vëllai im, për Allahun të dua. Dhe ty ta dua atë që ja dua vetvetes. Se padyshim këto fjalët janë çelës i cili
ja hap zemrën e tij dhe ai e pranon pastaj këshillën tënde. E jo me marr me ashpërsi apo t'ja citosh disa ajete, disa hadithe në mënyrë domethënë me sjellje të vrazhd, me një ton të lartë, mirë po filloj këshillën tënde dhe thuaj motra ime, vëllau im, unë të dua për Allahun dhe vallahi ty ta dua atë që ja dua edhe vetvetes. Me këto fjalë, vëllai i nderuar, do t'ja thesh zemrën atij, do t'ja zbusësh zemrën atij. Pra vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: Ja Muadh, wallahi inni la uhibbuk, fala tansa an taqula dubura kulli salah, fala tansa an taqula dubura kulli salah. Thot, prandaj mos harro që në fund të çdo namazit, pra këtu është fjala, disa kanë thënë që kjo lutje që ja ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muadh ibn Jabelit radiallahu anhu mund të thuhet pas salavatëve apo pas duas që e praktikojmë, do të thonë shumica tek ne, Allahumma rabbana atina fid dunya, ose disa kanë thënë kur jep selam dhe kur e bën dhikrin që është pas namazit, dhe i thot pra mos e harro që ta thuash këtë dua pas çdo namazit. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Thot Zoti im, më ndihmo që të përkujtoj ty, me të përmend, me të bëj dhikr. Wa shukrika, dhe të falenderoj ty, me të falenderu. Wa husni ibadatik, dhe me të adhuru ashtu siç e meriton ti. Sheikhul Islam ibn Taymija rahimahullahu ta'ala thot kam menduar se cila është dua e lutja më e dobishme. Dhe kur e pash se ajo është të kërkosh ndihmë nga Allahu Azza wa Jall në atë që e kënaq atë. E pastaj thot e pash atë në surën Al-Fatiha, më thonë në Elham, që e këndojmë për në çdo namaz, në çdo rekat. Thot kur e pash atë lutje, thot në surën Al-Fatiha, ku ne themi çdo ditë, në çdo rekat, në çdo namaz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pra kjo është lutja më e dobishme, siç e kanë përmendur këta dietar të mëdhenj të ummetit islam. Pastaj çështja e fundit rreth këtij hadithit është dobit që i përmban në vete ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dobia e parë është se prej emrave të Allahut Azza wa Jall është edhe emri Tayyib. Edhe pse nuk përmendet në hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmend 99 emra, mirë po kjo vërtetohet nga se në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha inna Allaha tayyib, Allahu është i mirë. Dhe të gjitha dobit, më thënë, këtij hadithit i kam marrë nga Sheikh Uthemini. Prandaj të gjitha emrat e Allahut Azza wa Jall janë të bukura. Dhe në emrat e Allahut Azza wa Jall nuk ka diçka që është mangësi. Nuk ka mangësi në emrat e Allahut Azza wa Jall. Për këtë arsye, çështja e cilësive të Allahut Azza wa Jall dhe është më e gjerë se sa çështja e emrave të Allahut Azza wa Jall. Ndoshta edhe e keni mësuar në nivelin e parë se çdo emër në vetvete e përmban edhe cilësinë. Kurse çdo cilësi nuk e përmban në vete emrin e Allahut Azza wa Jall. Si për shembull prej cilësive të Allahut Azza wa Jall është edhe al-Maji apo ardhja, wa jaa rabbuka, dhe ka ardhur Zoti yt. Apo goditje, al-Batsh, inna batsha rabbika la shadid, me të vërtet goditja e Zotit tënd është e ashpër, e fortë. Prandaj nuk mund të themi prej këtyre cilësive se për emrave të Allahut Azza wa Jall është edhe
ardhës apo goditës. Mirë po, e cilësojmë Allahun Azza wa Jall ashtu siç ka ardhur në Kur'an apo në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk themi se ai e ka këtë emër. Prandaj të gjitha emrat e Allahut Azza wa Jall dhe cilësitë e tij janë të mira. Mirë po, këtu kërkoj një vëmendje pak më të madhe, ka prej cilësive të Allahut Azza wa Jall, të cilat në një kohë apo në një gjendje janë kemal për Allahun Azza wa Jall, pra përsosshmëri, mirë po në raste të tjera është edhe mangësi. Dhe këto cilësi nuk janë të lejuara që Allahu Azza wa Jall të përshkruhet me ato në përgjithësi, sigurisht që i ka cilësi tjera, për shembull as-sam wal basar wal kalam, pra wal hayat, apo cilësi tjera që i ka Allahu Azza wa Jall, pra dëgjimi, shiqimi, jeta apo me që flet Allahu Azza wa Jall. Mirë po këto cilësi nuk përshkruhet Allahu Azza wa Jall me ato në përgjithësi, e as nuk mund të mohohen këto cilësi nga Allahu Azza wa Jall në përgjithësi. Mirë po duhet një sharim apo detajizim, dhe ato lejohen në disa raste dhe ndalohen në raste të tjera. Si për shembull cilësia al-maksh apo dredhi, po ashtu al-kaid që e ka me bë kurth apo dredhi, si ta përkthejmë në gjuhën shqipe. E këto cilësi përshkruhet Allahu Azza wa Jall dhe janë përsosshmëri për Allahun Azza wa Jall kur ka të bëj me dikënd, siç ka përmendur Allahu Azza wa Jall në Kur'an, armiqt e pejgamberëve të tij. Kur Allahu Azza wa Jall është, e përshkruan vetveten me këto cilësi vetëm në ato raste kur është përballë disa njerëzve që i kanë, që bëjnë dredhi apo shfaqin armiqësi, e Allahu Azza wa Jall bën me dije se Allahu është ai i cili ka mundësi t'u bëj atyre edhe më shumë. Pra, në ato raste lejohet që Allahu Azza wa Jall të cilësohet dhe t'i përshkruan këto cilësi. Si thot në Kur'an, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Thot bëjnë dredhi, e Allahu atyre u bën dredhi. Pra në këto raste lejohet. Mirë po nuk bën të thuhet se Allahu Azza wa Jall bën dredhi në përgjithësi. Mirë po vetëm në rastet, pra ta kuptojmë dhe ta dallojmë, vetëm në rastet kur Allahu Azza wa Jall, në Kur'an i përmend kur është në përballje me armiqt, në veçanti ata të cilët ishin, janë sjellur me pejgamberët në atë formë. Mirë po, sa i përket cilësisë al-khiyana apo tradhti, me këtë cilësi Allahu Azza wa Jall nuk lejohet që të cilësohet dhe t'i përshkruhet kjo cilësi, nga se kjo cilësi gjithmonë është mangësi. Sepse Allahu Azza wa Jall në Kur'an thot, wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allaha min qablu fa amkana minhum. Thot, nëse dëshirojnë ata të tralltojnë ty, thot e kanë tralltuar Allahun edhe më herët. Fa amkana minhum. Thot, dhe Allahu të mundësoj të nga dhënjesh ndaj tyre. E nuk tha Allahu Azza wa Jall faqad khanu Allaha fa khanahum, sikur se që përmendim më herët, wa yamkuruna wa yamkurullah. Pra Allahu nuk tha ata e tradhtuan më herët Allahun e Allahu i tradhtoi ata. Jo. Pra kjo cilësi gjithmonë, pra nuk bën të, dhe këtë Sheikh Uthemini e ka përmendur nga se atje është e përhapur një fjalë, khanallahu men yakhunu, se Allahu e tradhton atë që bën tradhti. Pra kjo është e rreshme dhe për këtë arsye Sheikh Uthemini e përmend këtë cilësi që nuk është prej cilësive të Allahut Azza wa Jall. Po ashtu prej dobive, pra a e kuptuam këtë dallimin apo sharimin e cilësive të Allahut Azza wa Jall. Po ashtu prej dobive të këtij hadithit është se Allahu Azza wa Jall ati i takon përsosshmëria në qenjen e tij, në cilësitë e tij,
në veprat e tij, në dispozitat e tij dhe nuk shohim mangësi tek Allahu Azza wa Jall, pra Allahu është I plot. Dobi tjetër është se Allahu Azza wa Jall nuk ka nevojë për robërit e tij. Prandaj nuk e pranon vetëm atë që është e mirë. Për këtë arsye një punë e cila në vetvete e përmban shirkun, Allahu Azza wa Jall nuk e pranon atë. Apo një lëmosh sadak e cila në vetvete përmban diçka që është haram, është e përzierë me pasurinë e ndaluar, as atë Allahu Azza wa Jall nuk e pranon, nga se nuk ka nevojë për robërit e tij dhe nuk e pranon vetëm atë e cila është e pastër dhe është e lejuar dhe e mirë. Po ashtu dobi tjetër e këtij hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se veprat ndahen në ato të pranuara dhe të refuzuara apo të papranuara. Nga se ka ardhur në hadith në këtë hadith la yaqbalu illa tayyiba, se Allahu nuk e pranon vetëm të mirën. Domethënë, dhe kjo na jep të kuptohet që ekziston edhe diçka që nuk është e mirë. Po ashtu ka ardhur në hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Thot Allahu nuk e pranon namazin e ndonjërit prej jush kur e prish abdesin derisa të marr abdes. Po ashtu është hadithi të cilën e transmeton Aisha radhiyallahu anha, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad." Thot, kush e punon një punë që nuk është, domethënë prej fesë tonë, thot ajo është e refuzuar, dhe kjo na bën me dije se veprat ndahen në ato të pranuara dhe të refuzuara. Prej dobive tjera është se të gjithë pejgamberët alayhimus salatu wassalam urdhërohen dhe ndalohen, domethënë atyre Allahu Azza wa Jall u ka shpallur urdhëresa, ka kërkuar për atyre që të kryejnë, dhe po ashtu u ka ndaluar, se Allahu Azza wa Jall, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith tha: "Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin", se Allahu I ka urdhëruar besimtarët me atë që I ka urdhëruar pejgamberët. Prandaj e shohim pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam falte namaz natën, siç e dini, derisa këmbët e tij I ajnteshin, domethënë, dhe e dim se Allahu Azza wa Jall ja ka falur atij, dhe kur e pyetnin Aisha radhiyallahu anha, kur I tha: "Ja Rasulullah, Allahu ti ka falur të gjitha, pse pe mundon veten ka shumë?" Thot: "Afala akunu abdan shakura", thot, e të mos jem një rob mirenjohës, falendërues. Prandaj e kemi Hudhaifen radhiyallahu anhu, I cili si një person I ri shkon tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e gjen pejgamberin alayhi salatu wasalam duke falur namaz të natës. E dini rastin se filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta lexoj surën Al-Baqara. Pastaj ky tha: "Atë mos pe kryen tek ajeti 100, atë mos pe kryen tek 200, atë mos pe bie në ruku", thot, kur e përfundon surën. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi ta lexoj surën An-Nisa, e kreu atë, përsëri u kthye në surën Ali Imran dhe thot ka zgjatur, domethënë, një kohë shumë të gjatë. Për këtij hadithi mund të kuptohet ajo që është e përhapur shumë tek populli ynë, tek njerëzit më të vjetër, se e që është edhe në medhebin Hanefi, se është me kruh të ka përcen surët, domethënë, me anis me knu Beqaren e me ksyn surën Nisa, sipas medhebit Hanefi, nuk lejohet, është me kruh, domethënë është e urrëtur. Po ashtu e kanë edhe me kruh që nuk ban me këndu një sure që është me radhitjen e Kur'an mbrapa, pastaj të kthehesh një sure përpara. Ky hadith I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I demanton të dyjat, se pejgamberi alayhi salatu wasalam një herë e lexoi surën Al-Baqara, pastaj kërceu një sure dhe e lexoi surën An-Nisa, dhe e demanton të dytën se e këndoi një herë surën An-Nisa, pastaj është kthyer dhe ka lexuar surën Ali Imran.
Po ashtu edhe besimtarët janë të urdhëruar sikur se pejgamberët, siç e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe njeriu apo robi Allahut azza wa jall, besimtari, sa më shumë që ti përmbahet urdhrave të Allahut azza wa jall, ai do të jetë më afër Allahut azza wa jall. Dhe nëse e shef vetveten se je bërë, më thënë të vjen në rënd, për shembull, të falësh, të themi namaz të natës, nuk po flas për namazet obligative, apo të bësh një vepër që ndoshta më herët e ke bërë, e ndjen në vetvete një plogështi, atëherë qortoje shpirtin tënd, qortoje vetveten dhe kërkon ndihmë prej Allahut azza wa jall që ta shërosh atë plogështi, atë të themi, kushtimisht të themi atë sëmundje, se njeriu ka raste kur imani i tij është më i fortë, forcohet dhe i bën disa vepra që për atë duken shumë të lehta, mirë po vjen koha që ato të njëjtat vepra i duken të vështira, dhe këtë le ta kontrolloj secili vetveten dhe le ta shikoj imanin e tij, se ka problem me diçka, me zemrën e tij, me imanin e tij, dhe të mos e lë një kohë të gjatë, sepse nëse e lën që të mos e kryej atë një kohë të gjatë, atëherë mund të bëhet sëmundja edhe më e madhe. Po ashtu në këtë hadith e shohim prej dobive të këtij hadithit është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përdorur një metodë e cila e motivon, e nxit, e trimron besimtarin që të veprojë. Ku është ajo? E shohim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Se Allahu i urdhëroi besimtarët me atë që i urdhëroi pejgamberët. Dhe kur besimtari e kupton se po e kryen të njëjtën vepër, po e kryen një urdhër të Allahut azza wa jall që e kanë kryer pejgamberët, kjo në vetvete e nxit dhe e motivon besimtarin, robin e Allahut, muslimanin, që ta kryej atë vepër, dhe kjo ati i lehtëson që ta kryej atë vepër. Po ashtu prej dobive të këtij hadithit është se ai na urdhëron që të ham vetëm prej gjërave të lejuara, të mira, siç i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga fjalët e Allahut azza wa jall, ku i urdhëron edhe besimtarët e edhe pejgamberët. Mirë po këtu mund të bëhet një fajde, një dobi që e ka përmendur Sheikh Uthejmini, është se tek disa radhët apo sektet e sufive ka disa njerëz të cilët nga modestia e tepruar thonë që nuk do të ham disa ushqime. Mirë po do të jemi sa më të thjesht. Dhe kjo është e ndaluar nëse e privon, e ndalon vetveten pa ndonjë shkak të fesë. Se e dim se selefët të parë, gjeneratët e para, kur kanë shliruar vendet dhe kur janë pasuruar, më thënë kanë hangër ushqim. Është vërtet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pasur raste ka qenë i uritur. Mirë, po nuk do të thotë kjo që duhet edhe ne të rrim të uritur dhe ta privojmë vetveten ton apo ta ndalojmë vetveten ton nga ushqimet të cilat na hahen. Prandaj është parim, është rregull se ndalimi, çdo person që ja ndalon vetvetes ndonjë ushqim pa shkak të fesë, ajo është e ndaluar. Më thonë, ja ndalon vetvetes vetëm ato që e ka ndaluar Allahu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ta kuptuar më mirë, po e sjell një shembull që është konkret tek ne në Rahovec, për shembull, mishi i lepurit është i lejuar. Ngrënia e tij është e lejuar. Dervishet në Rahovec thonë që është ndaluar. Ndaluar. E dim në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur se ja kanë sjell lepurin në sofër, në tavolin apo ku kanë ngrënë ushqim, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka hangër. Thonë, jo që ka qenë ndaluar, mirë, po ka thënë sahabive hani.
Nuk pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra kjo varet prap prej personit. Mirë po, sikur të kishte qenë ndalume, u kishte thënë mos e hani. Mirë po, thjesht nëse në sofrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ngrënë një ushqim, kjo të jep me kuptu se është një pëlqim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kuptohet që lejohet ngrënia e saj. Prandaj ndalimi apo privimi prej gjërave të lejuara dhe të mira pa shkak fetar është e urrejtur. Po ashtu prej dobive është se duhet ta falenderojmë Allahun Azza wa Jall ndaj mirësive që na jep neve, dhe këtë jo vetëm me fjalë, siç e përmendëm javën e kaluar, mirë po edhe me vepra, siç thot Allahu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Hani thot prej të mirave dhe punoni punë të mira. Po ashtu prej dobive tjera është se ky hadith, në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndalon gjërat e këqija, apo jo të këndshme. Po e them jo të këndshme sepse këtu po ashtu është e njëjta gjë që ndërlidhet sikurse që përmenda rastin me lepurin, a është bazë, domethënë e ndalimit të diçka e keqe, a mund të themi që është diçka e keqe dhe të mirët mendimi i një personi, apo është bazë sheriati, pra e kem fjalën atë që ndalon Allahu apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me fjalë të tjera, vetëm kur thot Allahu Azza wa Jall apo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo është e keqe, ajo është e keqe. E jo shembull të vi një njeri shembull nuk ja kënda diçka, nuk i hahet diçka, thot jo, kjo është e keqe. Sikur që është rasti i karkalecave. E dim se ka orën hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kena luftu një sahabi thot, kena luftu 7 beteja dhe jemi ushqyer me karkaleca. Mi thon dikujt shembull tash karkaleca, thot nuk smuj me paramendu me hangër. E nuk thot kjo që unë nuk mund ta paramendoj me hangër atë që është ndaluar. Në shariat dihet cila është dispozita e ngrënies së karkaleca apo të ushqimeve të tjera, siç e përmenda më herët lepurin. Prandaj, nëse unë si person nuk makona me hangër atë, nuk do të thotë se ajo është e ndaluar. Pra bazë është, edhe po ashtu edhe këtu bazë është fjala e Allahut dhe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, siç përmend shehu, prej dobive të këtij hadithit është se udhëtimi, pra siç e kem përmendur, është prej shkaqeve të pranimit të duas. Siç kem thënë edhe më herët, edhe vetë udhëtimi, edhe nëse nuk lutet njeriu, domethënë nëse nuk i ngrit siç ka ardhur në këtë hadith, nuk i ngrit duart, vetë udhëtimi apo ai musafiri që udhton, udhëtari që udhton, është njëra prej rasteve ku pranohet dua apo lutja e tij. Po ashtu prej shkaqeve të tjera, e që do të ndalemi pak më shumë këtu, është edhe ngritja e duarve, është prej shkaqeve të pranimit të duas. Dhe kem përmendur format që kanë ardhur në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si pejgamberi alayhi salatu wassalam është lutur, do të thonë se si ka ngritur duart gjatë lutjes, dhe Sheikh Uthejmini thot se forma më e preferuar thot është të ngritën duart, do të thonë kështu, do të thonë tek gjopsi. Nëse duaja bëhet përgjërim apo tadarru apo ibtihal që i thuhet në gjuhën arabe, atëherë ngritën duart edhe më shumë, më lart, do të thonë në këtë formë. Mirë po, këtu parashtrohet pyetja, a lejohet të ngritën duart në çdo moment dhe në çdo lutje që bëhet? Pra, ka raste ku, shembull, nëse ngrit duart kur dikush lutet, atëherë gabon. Për këtë arsye shehu përmend dhe thot se kjo çështje ndahet, do të thënë në tri pjesë apo në 3 grupe. E para është
Dhe bazë në këto, në të gjitha këto është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe argumenti që ka ardhur. Pra e para është kur duhet me ngrit duart, sepse kanë ardhur hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka ngritur në ato raste duart. Prandaj, për shembull kur imami është në hutbë dhe lutet që të bie shi, atëherë është sunnet që të ngritin duart. Po ashtu edhe xhamati i ngrit duart gjatë lutjes së imamit. Po ashtu ka ardhur që ngritja e duarve është edhe me rastin kur lutet për shembull që është kunuti, jo vetëm në vitër, pra edhe në vitër, mirë po edhe raste kur shembull një pjesë të muslimanëve i godet fatkeqësia. Dhe dinë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ato raste i ka ngritur duart dhe është lutur. Edhe xhamati, pra ata të cilët kanë qenë prapa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i kanë ngritur duart e tyre. Po ashtu prej rasteve të tjera është gjatë çndrimit në Arafat apo kur jena Safa dhe Marwa e të tjera. Grupi i dytë apo lloji i dytë është në atë që ka ardhur argumenti, domethënë për mos ngritjen e duarve. Për shembull, nëse imami në hutbë lutet, jo për shi, mirë po bën lutje dua të përgjithshme. Atëherë është gabim që imami të ngrisë duart, e edhe është gabim edhe më i madh, më thënë njëjti gabim është që edhe xhamati të ngrisë duart. Sikurse këtu nuk e di, në Kosovë nuk praktikohet, mirë po në për vendet të tjera, kur imami bën dua, edhe imami ngrit, ka në për plot vende të tjera, dhe më thënë shtetet islam, arabe islame, cilët kanë parë vetë, për shembull në Libi, në Turqi, në Siri, i ngrisin duart. Edhe xhamati i ngrisin duart. Dhe Imam Muslimi transmeton nga Imara ibn Ruwayba se ai e ka parë Bishr ibn Marwanin në minber duke i ngritur duart. Më thënë ka bërë dua dhe i kishte ngritur duart. Dhe ai tha: "Qabbaha Allahu hatayn al-yadayn." Thot Allahu i poshtroft këto dy dua. Laqad ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yazidu an yaqula bi yadihi hakadha wa ashara bi isbi'ihi musabbiha. Thot e kam parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk shtonte vetëm që bënte me gishtin e tij tregues. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka ngritur duart kur bënte dua të përgjithshme në hutbë. Po ashtu është e treta që është pak më problematike, është rastet në të cilat nuk ka ardhur hadithi apo nuk është transmetuar as lejimi e as ndalimi. Shejhu thot që baza apo parimi në këto raste është që të ngriten duart. Që të ngriten duart, sepse ngritja e duarve është prej shkaqeve të pranimit dhe prej rregullave dhe edukatave të lutjes dhe të duas. Mirë po e përmend një rast, për shembull, ulja e imamit ndërmjet dy hutbeve. Thot nuk është transmetuar nga asnjëri prej sahabëve se i ka ngritur duart. Prandaj, thot, nëse bazohemi në këtë aspekt që nuk është transmetuar prej asnjërin nga sahabët që i ka ngritur duart kur është ulur ndërmjet dy hutbeve, pra shihni imamat plot për imamëve tek ne kur ulet ndërmjet dy hutbeve i ngrit duart. Thot nëse bazohemi në këtë që nuk është transmetuar nga asnjëri prej sahabëve, thot nuk lejohet. Mirë po, edhe nëse e shohim dikën, thot shehu, që i ka ngritur duart dhe lutet, nuk mund me ndalu. Sepse nuk ka thot ndonjë bazë argument i prerë që e ndalon. Dhe thot se ngritja e duarve është prej shkaqeve që pranohet duaja. Këtu e përfundojmë. Elusim Allahun Azza wa Jall që na shpërblej me shpërblimet e tij të mëdha dhe inshallah ju dhuron sabër dhe durim me neve. Allah i shpërbleft, na bëni halal.